Rënjët e ekzistencës son, një udhëtim nëpër gjeneratat e kaluara. Kur lindim, ne sjellim me vete jo vetëm potencialin ton, por edhe një trashëgimi të pasur dhe komplekse që shtrihet përtej kohës. Çdo njeri që ekziston sot është rezultat i një rjeti të ndërlikuar njerëzish që kanë jetuar, luftuar, dashuruar dhe mbijetuar për mijëra vjet. Por a e kemi menduar vërtet se sa e thellë dhe e gjerë është kjo rjet? Një llogaritje e thjeshtë, por e mahnitshme. Për të qenë në jetë, ne kemi nevojë për 2 prindër. Këta 2 prindër, nga ana tjetër, kanë pasur nevojë për 4 gjysherë, të cilët kanë pasur 8 stërgjysherë, e kështu me radhë. Në vetëm 11 breza të kaluar, numri i paraardhësve që kanë kontribuar në ekzistencën tonë arrin në 4.094 individ. Kjo ndodh në një periudhë prej afërsisht 300 vjetësh. Imagjinoni, 4.094 njerëz që kanë jetuar, kanë përjetuar luftëra, uri, dashuri dhe shumë situata të tjera që kanë formuar fatin e tyre dhe, në fund të fundit, tonin. Një udhëtim në kohë. Çdo njeri në këtë listë të gjatë të paraardhësve ka një histori unike. Disa prej tyre mund të kenë qenë luftëtar të guximshëm që kanë përballur betejë të ashpra. Të tjerë mund të kenë qenë fshatar të thjeshtë që kanë punuar tokën për të mbijetuar. Disa mund të kenë përjetuar urinë, sëmundje, apo madje shpërngulje të detyruara. Por çdo njeri prej tyre ka lënë një gjurmë në adhën tonë, jo vetëm fizike, por edhe emocionale dhe shpirtërore. Forca dhe trashëgimia e mbijetesës. Çfarë mund të mësojmë nga kjo? Para se gjithash, ne jemi rezultat i një force të pamposhtur të mbijetesës. Çdo gjenerat ka përballuar sfidat e kohës së vet dhe ka arritur të kalojë më tej shkëndijën e jetës. Kjo forcë është e gdhendur në ne, duke na dhënë aftësinë të përballojmë vështirësitë e sotme. Përveç kësaj, ne trashëgojmë jo vetëm gjenet, por edhe histori, tradita dhe mësime të vlefshme. Dashuria që ata kanë ndarë, kuraja që kanë treguar dhe dëshira për të jetuar janë të gjitha pjesë e identitetit tonë. Ne jemi një përzierje e të gjitha këtyre ndikimeve dhe kjo na bën të pasur në mënyrë që ne as nuk mund ta imagjinojmë. Një reflektim i thellë. Kur ndalemi për një moment dhe reflektojmë mbi këtë realitet, ne fillojmë të kuptojmë se ekzistenca jonë është shumë më e madhe se sa thjesht jeta jonë e përditshme. Ne jemi një pjesë e një rjeti të gjerë njerëzish që kanë ndikuar në njëri tjetrin për gjenerata. Kjo na jep një ndjenjë përgjegjësie dhe nderimi ndaj atyre që kanë ardhur para nesh. Ne ekzistojmë sot fal gjithçkaje që secili prej këtyre 4.094 njerëzve ka përjetuar. Ata kanë luftuar, kanë qeshur, kanë qarë dhe kanë dashuruar, duke krijuar një rrjedhë të pandërprerë jete që na ka çuar deri tek ne. Duke e ditur këtë, ne mund të ndjejmë një mirënjohje të thellë për trashëgimin ton dhe një përgjegjësi për të ndjerë mirë shkëndijën e jetës për gjeneratat që do të vinë. Pra, herën tjetër kur ndihemi të vegjël ose të pavlerë, le të kujtojmë se ne jemi rezultati një force të pamposhtur dhe një dashurie të përjetshme që shtrihet përtej kohës. Ne jemi të lidhur me të gjitha ata që kanë ardhur para nesh, dhe kjo lidhje na jep fuqinë të ecim përpara me krenari dhe mirëbesim.